محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha falenderimet, lavdrimet, adhurimet tona i takojnë vetëm Allahut të mëdhenuar, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe dërguari i tij i fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, në xhumën e kaluar kemi përmendur se dita e gjuma për neve si besimtar është një ditë e veçantë. Dhe për këtë Allahu xhallahu ala një sure të tërë e ka emërtuar me emrin e kësaj dite. Dhe në kuadër të kësaj sure kemi përmendur disa udhëzime të rëndësishme që janë me karakter vetëdijsues dhe edukativ për çdo besimtar. Kemi thënë se ardha në xhuma nuk duhet të jetë një ardhje e zakonshme. Dalja nga xhumaja nuk duhet të jetë e zakonshme. Duhet që këtë ditë ta përjetojmë dhe vlerësojmë në mënyrë të veçantë, veçanërisht duke pas parasysh ato udhëzime që i kemi përmendur në takimin e kaluar. Kemi thënë se Allahu xhallahu ala kur na e ka obliguar xhuman në ajetet ku obligohemi që të përgjigjemi thirrjes për xhuma, ka shumë udhëzime të rëndësishme, vetëdijsuese dhe edukative. Dhe në kuadër të kësaj të ndërruar duhet besimtari që mos lejon asnjëherë, jo vetëm xhumaja, po asnjë adhurim tjetër të shndërrohet në veprim formal, rutinor. Duhet që ta ruan shpirtin e ibadetit, sikur që e ruan edhe formën e adhurimit. Çdo adhurim ka formën e tij, e ka sasinë e tij, në rekate, kohën e tij, dhe duhet më u kujdes për gjitha këto. Mirë po, për të kësaj duhet të kujdesemi edhe për shpirtin e këtij ibadeti, gjallërinë që i jep zemrës ky adhurim dhe mesazhet vetëdijsuese dhe ndryshimin që synohet të arrihet përmes ibadeteve të caktuara. Andaj njëjtët edhe dita e xumë ka udhëzimet e saj që na vetëdijsojnë, na edukojnë, dhe këto udhëzime pastaj e bëjnë ndryshimin e duhur. Ky ndryshim të nderuar vëllezër prek 3 raporte të rëndësishme në jetën tonë, që ne duhet gjithmonë të mirëmbajmë këto raporte, të kujdesim për këto raporte, dhe çdo çarje eventuale, zbehje që mund të ndodhë, të shpejtojmë dhe nxitojmë që ta renovojmë, që ta riparojmë, të kujdesemi në vazhdimsi që këto raporte të jenë në zhvillim e ndërtim e asnjëherë në zbehje dhe dobësim. Cëtën këto raporte që xhumaja në mënyrë të mrekullueshme i mirëmban dhe kujdeset për to, dhe përmes faljes së xumas, ardhjes në xhami dhe daljes nga xhamia, ne realisht jo vetëm që kryjmë një obligim të caktuar në raport me Zotin, por edhe mirëmbajmë raportet me rëndësi në këto 3 nivele që do t'i përmendi. E para të ndërlozër, ardhja në xhuma në mënyrë direkte ndikon në mirëmbajtjen e raporteve të robit me Allahun Azza wa Jall. Gjatë ditës ne kalojmë në për situata të ndryshme, jeta është bërë dinamike, njerëzit kanë angazhime, shqetësime nga më të lloj-llojshmet, dhe shpesh herë temat bazike, esenciale, që mbi bazë të tyre mirëmbahet raporti me Allahun xhallahu ala, dobësohen. E kaplon njeriu një gjendje që fetarisht quhet gafle, një gjendje njohutie, habie, shkujdesje, mungese vëmendje e kështu me radhë. Dhe gjitha këto pastaj e dobësojnë besimin normal dhe pastaj edhe manifestohen me plagështinë e adhurimit të Allahut të mëdhenuar. Ditën e xumë vim Allahut i përgjigjemi. Në momentin kur njeri braktis çdo punë që e ka, çdo interes, madje përfitim që mund ta ketë, e braktis për t'u përgjigjë Allahut te barekuhu teala, kjo jep me kuptues se
ende brenda ti emni Allahut ka peshën e vetë, e ka autoritetin e vetë, mi po duhet që të largohet pluhuri që eventualisht ka pas mundësi me mbulu këtë emër në zemrën e njeriut. Prandaj gjumaja mirëmban raportin me Allahun te bareke ve teala, i rikujton takimin me Allahun xhalla xhelaluhu, i rikujton obligimet që i ka ndaj Zotit xhalla xhelaluhu dhe e kupton se duhet që tash kur del nga gjumaja me prioritet të trajton udhëzimet që vijnë nga Allahu dhe obligimet që i ka në raport me Allahun te bareke ve teala. Andaj kjo është me të vërtetë shumë e rëndësishme, është një aspekt që duhet t'i kushtojmë vëmendjen në mënyrë të veçantë që sa dalim nga gjumaja, zemra të jetë më e këndellur, më e gjallë, më e freskët, më e shëndetshme në raport me udhëzimet e Allahut dhe raport me Allahun te bareke ve teala. Zemra mund të prekë nga smundje të ndryshme, jo në kuptimin kardiologjik, por në kuptimin e aspektit kuptimor dhe besimor. Mund të preket nga ndoshta syfatësia, mund të preket nga mendjemallësia, nga gafleti, hutia, vetpëlqimi, e smundjet shumë të ndryshme që e dobësojnë zemrën dhe pamundsojnë funksionimin e mirëfillt të saj në raport me Allahun xhallahu ala. Ardhja në xhumë është një nga faktorët e rëndësishëm, jo i vetmi, as i pari as i fundit, por është nga me të vërtetë faktorët e rëndësishëm dhe vendimtar në ringjalljen e kësaj zemre dhe kthimet të kësaj zemre ka Allahu xhalla xhelalu, kthimi ka obligimet në nshtrimi dhe kujdesi për Allahun xhallahu ala dhe takimi nesër ditën e gjykimit në ahiret me Allahun te bareke ve teala. Ahireti të ndërozë është bërë një temë fatkeqësisht shumë e izoluar, shumë periferike në jetën e njerëzve. Andaj nëse edhe ditë e gjuma nuk e freskon zemrën, nuk e ringjall ahiretin në zemrën tënde, ku ki me ringjall? Ku kime e kuptu rëndësinë e ahiretit dhe dalës për Allahut nëse ditë në gjumon nuk e kupton. Nëse këtu nuk dëgjëm mësimet të tilla, ku kime i dëgju? Vështirë, ka padyshim ku mund dëgjosh, por me këtë mënyrë të organizimit jetësor është shumë problem që njeriu në mënyrë të veçantë të përkushtohet temave të tilla. Aspekti i dytë që ka të bëjë me ndryshimin dhe mirëmbajtjen e raporteve të rëndësishme e që arrihet përmes gjumas është edhe mirëmbajtja e raporteve mes nesh si besimtar. Gjumaja nuk mund të falet vetë, nuk mund të falësh gjumon të shtëpia. Madje as 2 vetë nuk mund të falin gjumon në rrethonat normale, as 3 vetë. Duhet bëhet një grup njerëzish që e falin gjumon. Nuk po flas për rrethona të jashtëzakonshme. Në rrethona normale duhet më marrën xhami. Nuk mund për shembull dikush më thonë që xhamia pak larg jena në zonë, po bëhemi do punëtor që jemi në punë pa e falim gjumon. Nuk bën. Duhet me lënë punën, angazhimet dhe me marr Allahut më u përgjigj në xhami. Andaj ky aspekt i namazit të gjumas që kushtëzohet me kolektivitet, kushtëzohet me xhamat, e ka aspektin e tij të rëndësishëm edhe në mirëmbajtjen e raporteve të ndërsjellta mes nesh. Nga se spaku një herë në javë minimumi ne takohemi në vendin më të mirë të mundshëm në xhami. Ne e shohim njëri tjetrin, flasim me njëri tjetrin dhe e njohim më mirë njëri tjetrin. Prandaj duhet që këtë dimenzion të rëndësishëm që e ofron dita e gjuma të përmirësimit dhe mirëmbajtjes së raporteve shoqërore ta ringjallim, ta bëjmë funksional, për shkak se këtë funksion ia dha Allahu Azza wa Jall kësaj ditë të bekuar, që ne të jemi bashkë, të lidhur në safa. Prandaj keni pa dhe gjithmonë para namazit gjithmonë kërkojnë imamët që plotësoni safat, rregulloni safat, drejtoni mirë, ngjitoni mirë, jo të falemi të shpërndar e të ndar mes njëri tjetrit, por të bashkohemi dhe bashkimi fizik mes njerëzve e ka ndikimin e tij edhe në bashkimin e zemrave brenda trupave tonë. Prandaj të ndërozër ta shfrytëzojmë gjumën për këtë dimension. Sa është e këndshme dhe mirë kur baba me djemtë e tij vjen xhumë, bashkërisht si familje, kur vëllezërit bashkë vinë, fëmijët vinë bashkë, shokët vinë bashkë, e merr një shok, tjetër një shok, vinin xhumë bashkë. Nga xhumaja pastaj vazhdon jetën së bashku. Tjetër shije ka raporti, sinqerisht. Tjetër shije ka komunikimi ndërsjellë mes nesh, kur piknisja jon është nga xhamia dhe kur udhëzimi jon dhe mirëmbajtja e raporteve tona pikërisht ndërtohet dhe fillon dhe vazhdon nga dita e xumës dhe nga udhëzimi i hutbes së ditës së xumës. Kemi shumë nevojë për mirëmbajtje të raporteve mes nesh. Kudo që të shkosh, me këtë që të takosh, rrallë herë mund të shpëtosh kësaj teme në aspektin e ankesës dhe rënkimit, se na janë dobësuar raportet. Nuk po vizitohemi, nuk po shihemi, nuk po takohemi, nuk ka interesim mes
njëri tjetrit, pavarësisht çfarë halli mund ta ketë tjetri, ai tjetri i angazhuar në punët e tij, në dinamikën e jetës, ka harruar herën e fundit ku është interesuar për të afërmin e tij, për shokun e tij, mikun e tij e kështu me radhë. Andaj të ndërrozat, ky aspekt kaq i rëndësishëm që realisht edhe është përcaktues i suksesit, është përcaktues i lumturisë, është përcaktues edhe i çdo arritje në këtë botë të një shoqërie, duhet ta mirëmbajmë si duhet. Raport mesesh të ruajmë si duhet. Çdo konflikt, çdo mospajtim ta eliminojmë dhe largojmë në mënyrë të mundshme dhe të shpejt. Me çfarë do mundësie që të na jepet të largojmë konfliktin dhe të bashkohemi. E ai që vjen xhumo, ai që këto porosi dëgjon, ai që zbashku me vllaun e tij ngjitur në safrin, ai që kthehet ka kibla, një Zot e adhuron dhe një pejgamber e pason, padyshim se e kërkuar, jo vetëm e kërkuar, por edhe e pritshme është që ai ndryshe ta trajton vllaun e tij që ka afër tij, para apo pas, ndryshe me kuptu raport me të, ndryshe rre zemra për të, ndryshe pastaj është interesimi për të. Prandaj xhumaja na lidh me zvete, xhumaja i mirëmban raport me zvete, xhumaja largon konfliktin mes nesh, xhumaja largon paragjykimet, xhumaja largon urrëtiet, na bën që duhemi me zvete nga se nuk kemi ndryshe si t'ja bëjmë, nuk kemi ndryshe, për shkak se me arë në xhami më u fal e në zemër plot urrëtie për vllaun ton, nuk është kombinim i pranuar. Për ndryshe është realisht shpërputhje totale mes asaj që kërkohet dhe asaj që po realizohet. Allahu kërkon që të lidhemi në safa për të bashkuar. Prandaj kështu thonte pejgamberi alayhi salatu wasalam, lidhuni në safa e mos u ndani, nga se kështu pastaj ju ndan zemrat e juaja. Shikoni sa bukur pejgamberi lidhni në safa, e ka lidh me lidhen me zemrave tona. Dhe dimensioni i tretë, që është me rëndësi me kuptuar, është ndryshimi i raportit ton mes dijes edhe veprës, që ta afrojmë sa më tepër dijen me veprën. Kjo distancë që fatkeqësisht po rritet çdo ditë mes njohurisë dhe veprës duhet që të eliminohet. Duhet që të afrohet distanca mes asaj që dim dhe asaj që veprojmë. E për këtë më tepër edhe në pjesën e dytë të hutbës, Allah na përmirësoj gjendjen tonë, Allah na udhëzon në rrugën e drejtë, dhe është Allahu xhallahu ala që xhumaja dhe gjitha adhurimet e tjera na e ringjallin zemrën dhe t'i japin shëndet mjaftueshëm që ta njeh Allahun xhallahu ala, ta adhuron Allahun te bareke o taala dhe mos të lejon në asnjë situatë Zotin e vet të harron dhe takimin e vet ta lën anash. Takimin me Allahun xhallahu ala ta lën anash dhe mos ta përfill dhe mos përgatit për të. Allahu na përmirësoj gjendjen mes nesh, na lidh zemrat, largoft Allahu prej nesh çdo mos pajtim dhe konflikt dhe na i fal mëkatet tona, andaj kërkoni falje nga Allahu, nga sa Allahu falës dhe është mëshirues. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammu taslima ala khairi khalqillahi ajma'in nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Të nderuar vëllezër besimtar, sot mundësia që njeriu të informohet është shumë e madhe. Mund të marrësh informata pa kufi dhe shumë lehtë. Me një shkrim që e bën në portal caktuar, në platformë caktuar, mund të vërshosh nga informata që kur nuk i ke ditë, madje s'kishe pas mundësi kur me lexim me i arrit. Jam para teje, mirë po nuk është çështja këtu. Nuk qëllon çështja se sa është lecu marrja e informatës, por çështja është se çfarë po bëjmë me këto informata, sa janë të sigurta këto informata, sa po informohemi nga burimet të shëndetshme dhe të mira dhe të sakta, sa po deformohet fatkeqësisht mendja e njeriu përmes informatave, portaleve, rrjeteve të caktuara që realisht janë të organizuara, madje të ndërtuara paraprakisht për deformimin e të menduarit dhe shturën morale e shoqërisë në përgjithësi e rinisë në veçanti. Çfarë po bëjmë me këto informata? Apo dim çka po kërkojmë? Apo dim çka na duhet? Dhe apo dim pse na duhet? Të nderuar vëllezër besimtar, Allahu xhallahu ala ka zbritur dije tek njerëzit përmes pejgamberëve. Allahu xhallahu ala ka zbritur njohuri tek njerëzit, por njohuri që i përmirësojnë, njohuri që rregullojnë raportin me Zotin,
rregullojnë raport me dunjan, me veten, mes njerëzve, njohuri që na mësojnë rolin këtë dunja që kemi, qëllimin pse kemi ardhur në dunja, çka na pret pas vdekjes, e shumë njohuri që realisht janë në dobit njeriut. Megjithatë, edhe pse vetë informata në vetën e saj ka karakter vetë disues, edukativ, përmirësues, vetë si njohuri, Allahu xhallahu ala megjithatë ka kërkuar që kjo informat të shndrohet në punë, në vepër, por ndryshe nuk është funksionale. Madje do të jetë argument kundër njeriut ditën e gjykimit. Allahu xhallahu ala tha në Kur'an: "Lima taquluna ma la taf'alun." Pse thuani atë që nuk e veproni? Normal, njeriu nuk mund të vepron këtë çka din, por duhet që të jetë i përkushtuar në obligimet, të jetë i sinqert, të jetë modest, të munduhet që të parafron sa të ka mundësi mes veprës dhe fjalës, veçanërisht thash në çështjet madhore, në çështjet që këshillon të tjerët e kështu me radhë. Prandaj xhumaja është një mundësi e madhe që të kuptojmë çka është obligimi joni, si duhet të punojmë, si ta parafrojmë distancën mes fjalës, mes dijes dhe veprës. Sot ka shumë fjalë të ndërlozur. Wallahi ka shumë ligjërata, ka shumë mësime, ka shumë këshilla të natyrave të ndryshme që ipen. Mirë po, sa ka punë pasaj, sa ka ndryshim pasaj, kjo është e rëndësishme. Ka qenë një nga shokët e pejgamberit Urwa ibn Zuberi radiallahu ta'ala anhu. Ka qenë djali i Zuberi ibn Awamit, në njëri të madh nga shokët e pejgamberit alayhi salatu vesselam. Dhe e ka pas teze Aishën radiallahu anha, gruan e pejgamberit alayhi salatu vesselam, një dietare të madhe të islamit, një grua që ka transmetuar shumë hadithe dhe pa transmetimin e saj do të ishte pamundshme të kuptohet minimumi 1/4 e fesë. Kjo grua ka pas shpesh herë takime me nipin e saj. Ai vinte me mësu prej tezës së tij mësime, udhëzime. Çka ka thonë pejgamberi alayhi sallam? Dhe aja ku pasku i thante: "O nipi jam, çfarë ke bërë ma që ti kom mësu? Çfarë ke bërë ma që të thash javën e kaluar?" Ai thonte: "Disa i kom praktiku, disa kismete kom njet." Çfarë i tha kjo gruaja mençur? I tha: "La tukthir min hujjajillahi alayk." Mos i rrit e mos i shta argumentet e Allahut kundër teje. Nga se dia, nëse nuk përkthehet në vepër, është argument kundër njeriu ditën e gjykimit, Allahu na ruaj. Madje edhe në këtë dunja është argument kundër tij. Kjo nuk nën kupton se duhet me pas frikë nga njohuria. Jo, nuk kemi tjetër zgjidhje. Ne duhet që të mësojmë në vazhdimsi, por duhet të mësojmë me përgjegjësi, të mësojmë me dinjitet dhe të mësojmë me sinqeritet që këtë vepër ta shndrojmë në këtë dije ta shndrojmë në vepër. Ajo dije e cila nuk prodhon vepër, nuk prodhon ndryshim pozitiv, nuk na duhet. Çdo informacion që pasaj realisht nuk ka mësim që na edukon, nuk ka mësim që na shton njohurit pozitive, dobishme, nuk ka përmirësim të gjendjes në raport me Zotin, në raport me njerëzitetin, nuk na duhet. Mos lexoni informata që u lodhin kokën, mos lexoni informata që u ngarkojnë zemrën, mos lexoni informata që realisht pastaj i konkurrojnë njohurive të duhura, se nuk mundesh të dy në njëjtën kohë me mësu. Mësa që është dobishme dhe mësa që ka realisht punë pas asaj dhe bëu i zgjashëm. Në përfundim të ndërlozë, sa ka këshilla që, për shembull, kemi dëgjuar të se duhet me kry një punë caktuar, duhet me falë 5 kohët e namazit, dhe kemi elham në xhamatli shumë që falin gjumon, po ndoshta janë mrapa me 5 kohët e namazit. Mendoj që koha është që ta rimendojnë seriozisht vendimin për t'i falë 5 kohët e namazit, që ta afrojnë distancën mes njohurisë se duhet me i falë dhe praktikës për t'i falë 5 kohët e namazit. Kemi folë në këtë gjuma të rëzër, vite me radhë, edhe për dukuri negative, caktuara, se nuk duhet me vepru kështu, si ta kanë muslimat me bëhë kështu. Ku jemi me këtu këshilla? Gjithë një zbashku, pa përjashtuar, as folësin e as dëgjuesin, por duhet them që kjo këshilla e kësaj hutbe le të jetë një lloj goditje vetëdijsuese që të rishikojmë se ku jemi me veprën, ku jemi me ndryshimin, ku jemi me sjelljen tonë e kështu me radhë. Të ndrozur, a nuk është për keqardhje që çdo ditë statistikat e aksidenteve me fatalitet janë ato që
zëjnë vendin e parë të lajme në vendin tonë. Të rije të reja për në vdesin në asfaltet tona, në rrugët tona. Begatia e rrugëve të gjëra, elhamdulillah që e kemi sot. Mirësia e makinave të mira që e kemi, nuk duhet të shndrohet në fatkeqësi, por në lehtësim, në begati, në mirësi. Prandaj shpeshherë si pjesëmarrës në komunikacion, unë dhe ju gjithë mund të jemi dëshmitar të veprimeve mendjelete, sinqerisht, të shumë shoferëve, të pakujdesshme, të garave djallëzore në rrugët tona ku realisht nuk janë të përshtatshme për gara të tilla. Madje as makinat, as situata nuk është për një garim të tillë. Ai që ka shpirt garuesi me makina është sporti për këtë çështje. Janë kohrat, janë vendet ku e bën kët, por jo në vende ku njerëz dalin për hallet e tyre. Dikush ka dalë ndoshta për hall vet, e ka galën e vet. Dikush i ka pikëllimin, dikush ka gëzim. Mi u shndrua tash ky gëzim në fatkeqësi, sinqerisht është e pandershme dhe jo njerëzore. Timi të kujdesshëm të ndërvozur. Nga se edhe komunikacioni është një pjesë ku ne shpërfaqim edukatën tonë, moralin tonë. Durimi, dhënia përparësi, kujdesi në respektimin e shenjave, gjitha këto janë tregues i pjekurisë tonë dhe i përparimit tonë intelektual, edukativ e moral. Prandaj Zoti na ruaj nga këto fatkeqësi. Allahu na ruaj nga këto aksidente që herë njerëz të pafajshëm janë viktima të komunikacionit dhe aksidenteve në komunikacion. Dhe gjithashtu të rrugëzor forma tjera të realisht shturjes e shërimit që po fillojnë me dominu shoqërinë tonë e që nuk janë në mungesë të dijes, nuk janë pse nuk i dinë, por për shkak të mungesë së gatishmërisë për ta përkthyer dijen në vepra. Le të jetë dita e xumë, çdo ardhje në këtë xumë le të jetë një ndryshim pozitiv edhe në raport me parafrimin e distancës mes fjalës edhe veprës. Allahu na mësoft atë që na bën dobi. Na përmirësoft Allahu gjendjen. Allahu na dhon sinqeritet, vërtetësi, dinitet dhe ambicie e vullnet që të punojmë me atë që e dimë dhe të mësojmë të tjerët atë që ju duhet dhe të udhëzojmë ka puna dhe vepra e kërkuar. Allah na ruaj nga çdo fatkeqësi e sprovë që mund ta godet fen ton, shëndetin ton, pasurinë ton, jetën ton, lirinë ton, vendin ton. Allah na ruaj nga çdo njeri i keq e i lig që punon kundër rinisë ton, kundër moralit, e shkollimit të rinisë ton, kundër përparimit e avancimit intelektual të popullit ton. Kurrë që punon kundër lirisë tonë, vendit tonë, Zoti xhallahu ala na ruaj nga sherrri i tij. E kurrë që kontribon, animon, e punon që ky vend të lulëzon e tes përpara, Zoti xhallahu ala shpërbleft e i ndihmoft. E na boft Allahu bashkë në këtë rrugtim që ta çojmë përpara emanetin e të parëve tonë dhe ta vlerësojmë sakrificën që dhanë të parët e ne ta gëzojmë këtë ditë sotshme kaq mirë e kaq këndshëm e kaq lirë. Allahu i shëroft të smurit tonë, u alecut Allahu smundjet, dhimbjet, Allahu xhallahu ala u alecut familjarët për kujdesin për ta, dhe gjithashtu lutë Allahu xhallahu ala që Allahu t'i mëshiron të vdekurit tonë e zbashku me ta të na bashkon në xhenet. Inna Allahi wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.